Kulla Mersi në Kinë, kemi një foto të Mersit me... Gjithmonë emrin ja them aty, unë ja them shkurt Zi, në fakt thuhet Ksi, francezit thonë Ksi, Zi, Ksi pin, Ksi, si thonë francezit, harrova tani unë. Ne mund t'i themi Zi, mund t'i themi Ksi, mund t'i themi Zi, varet si duhet, si ta lexosh. Zia është presidenti I Kinës. Ja, foto me Mersin sot. Diti që Jati ka qenë shok I ngushtë I Çuenllajt. Jati kujt, I Zis? I Çuenllajt që ka jetuar në vitet? Që ka qenë kryeministër në kohën e, domethënë vitet 70 dhe ka qenë lider I dyti pas Mao Zedongit në Kinë. Se këta kanë kryeministër apo president, çka kanë në Kinë? Tash kanë president dhe kryeministër, por në atë kohë kanë pas liderin e madh që ishte Mao dhe ishte kryeministri. Çuenllaj ishte kryeministri, po tani është Zia president. Tash është Zia president. Po kryeministri nuk njihet kush është në Kinë. Kryeministri kanë nga këta të partisë. Zia njeri serios shumë thonë kulla. E diti si thuajnë kot Enver Hoxhës. Enver Hoxha Çuenllaj ecin si vllai me vllai. Bravo. Po njifi Enveri me Çuenllajin. Po erdhi Çuenllaj bëri vizitë. Bëri vizitë po. Po Mao ser. Po flasim për një vend kulla, Mersi ishte sot në një vend ku vetëm tani, më duket se ishte lajmi I fundit, ky është ndërtuar një urë në Kinë, nuk e di për sa kohë është bërë. Një urë spektakolare kulla. Ja, le do të nxjerri tani shife çik, e kemi edhe me video këtu urën. Nuk rajo ura. Nuk rajo ura. Për ata po e nxjerr pra, për të kuptuar shife çik. Ura që kanë ndërtuar kinezët besoj në një kohë rekord, si bën ata gjërat, shikojnë çik, çfarë mrekullie. Nuk është 3D kjo, nuk janë pamje kështu me IA, është e vërtet. Shikojnë çik. Është në një zonë që quhet le Dios, si e ka emrin zona? Se harrova tani. Është në një zonë, shife kulla. Hedhën dhe ujë nga ura, shife çik. Ja, Haiyang quhet. Huayang që zonë shife qik. Unë është që del besoj këte, apo jo? S'është naftë, jo. Bërë më një sekundë, kulla, si ka mundësi më burë? E sa është lartësia, e sa lartë është? E di. Shife natën. është ura më e lartë e Kinës. Ore, nuk e ka rësisht frikë Trumpi Kinën dhe konsideron kërcënimin? Ky Ramsi më burë, ky Ramsi që së thuash konsiderohet dhe si lider global. Dakor, që po I bien gjithë gjërat në Shqipëri, po I shkërmoqen. Pse nuk lidhet me Kinën, më kulla, të mbaroj punë me këta, më kulla. Vinë ata e marrin nga aja në zhë, gjithë infrastrukturën. Ja, vajtë në Beograd, vla. Pse s'ple tani? Nuk e lënë. Po që thush? Po pse se lënë, më kulla, a I ura do bëj, ura rrugë do bëj, së bëjnë gjithë keqe. Pëse më që kërkojnë këta kinezët, po të erdhen, për shumë të bëjnë të gjëra, që kërkojnë? Shiko, Çan, kur kemi lindë unë e ti, ne dhe Kina Motor kemi qenë sa gjysmë me botës. E di. Po që nga 90-a ka ndryshuar gjërat, nuk është se ka trima mjaftueshmërisht për të bërë një gjë të tillë. Pse më kinezët janë futur, ja, për shembull... Kina është bërë hall tani, domethënë. Si është bërë ledjo? Hall. Nga motor është kthy hall. Është bërë hall, po. Hall, dajo, vaj, qartë, e kuptova. Jashtë, të bote kanë pasur. E kanë pasur Rinasin, për shumë. E provoj një Ben Ahmetaj të negocionte me kinezët për rrugët kur ishte ministër ekonomia të tjerë. Edhe? Bere pyetër Ben Ahmetaj të gjë numrin, pyetër se ç'përgjigje I dhanë pastaj kur edhe u mbyll çdo komunikim me Kinën. Se erdhën kinezët, bëjmë me kurvulla, bëjmë këtë, bëjmë atë, bëjmë atë. Kështu nga basamenti duket si lodër, në fakt. Është krye veprën më burë, është krye veprën, ajo pare se qashme, ajo s'bije kurse. Konstrukti dobët duhet jetë. Ajo pare si bëm për shumë, në një moment, ku di unë, ajo, gjithçka mund do të jetë vetëm për të rënë nuk mund të bjerë. Por e mirë Kinën, po ne nuk bëjmë do të asurat që janë bërë Stamboll, po mirë Kinën. To I kemi dhe afër. Mune kulla dëgjoj, kinezët kishin Rinasin para pak kohësh, derisa ja u bleu ky kastrati që blen gjithçka, dakor? Pastaj kanë bankersin. Pra, nuk do të thotë që kinezët nuk kanë hyrë këtu vëlla. Problemi është pse Ramsi, lideri botror, Ramsi IV, sultani I madh I Ballkanit. To janë epitetet që ke vënë ti, se ti di ç'mendoj unë, mendoj tjera gjë. Jo, më dakord tjetër gjë. Unë e kam vënë se deri tani I ka treguar që është I tillë, që s'pjerdh. Për këtë kuptim e them unë. Është çështje këndvështrimi pikërisht. Dakor, unë them derisa të jetë në jetë o burr, pastaj kur mos jetë më në jetë si të gjithë ne, nuk ka rëndësi. Unë them derisa është në jetën sultan dhe s'pjerdh njeriu, shkel me këmbë të gjithë. Si ka mundësi po them, edhe për veten e vet. Po edhe sepse nuk kanë nuk humbet gjë, të lidhe me kinezët, vlla, ty japin koncesion gjithë rrugët, vlla. Unë e di që nuk do të thotë njeriu jo. Europa është e lidhur me Kinën, vlla.
Europa bën tregti me Kinën. Mersi sot është në Kinë. Hajde fillojmë nga Mersi atëherë. Pra nuk është më tabu. Për çfarë arsye nuk ashtu? Po nëse kjo është një pyetje që ndoshta s'është për sonte. Në Serbi ka një fabrikë kineze të prodhimit gomave për shembull. Se jemi kaq vend Gomave sovran e makinës. çon se ta bëjmë këtë gjë. Të thash, a janë fut biznese kineze këtu? A jemi kaq sovran sa ta bëjmë? Ore, pse janë fut bankersi me kishte Po lere tash i bankers. Si ta lë, pse ta lë? Bankersi nuk erdhi si biznes kinez, erdhi si biznes amerikan, ata blen aksionet rrugës. Dhe tash që u bë kinez, E futën brenda. po çrëndsi ka, domethënë, çështja është Nuk na lën me fjalë. nuk e se jemi aq vend sovran edhe aq vend pa borxhe, aq vend kupton, do është e kemi tekaluar gjë domethënë. Pra jemi fare për tokë, jemi zhele fare, se për shembull në Malzi janë fut kinezët. Në Serbi janë futur apo jo? Po tregon që ata kanë një lloj autonomie, megjithëse janë vende të vogla. Serbët. Serbët e Malazit, po. Kjo është arsye pse serbët s'kan hyrë në NATO, çans. Po Malizi që ka hyrë në NATO? Po e Malizi ka hyrë në NATO dhe ata nuk e se kanë e shkundën atë qeverinë që e futi, e nxorrën Milon që Por i futi. ky Mersi ka ca kohë që se ka një lloj kështu, ka një lloj frustrimi ky Mersi në Gjermani. Ka barësh dhe ky nuk është se ka ndonjë, pra nuk është se është në ideologjinë e Trumpit të tyre, njeri i majt është, i majt. Domethënë hajde ata i quajnë vetë të djathtë, po nuk janë djathtë, janë të qendrës, janë gjithë liberale kështu. Ky tani valla ka ca kohë që thotë mjaft më, ne nuk jemi më, ne nuk dorim më në tani bile është keq me Francën, është keq me Macronin, është. Problemi i Gjermanisë është që Gjermania është në një krizë ekonomike të pahasur ndonjëherë që nga lufta e dytë botërore. Normal. Dhe mënyra dhe duke qenë që ndodhi lufta në Ukrainë dhe gjithë ta gjenitë e mëdhenj që do i bënin se u bë dhe 4 vjetori i fillimit luftës Ukrainës, gjithë ta gjenitë e mëdhenj që do falimentonin Rusinë, kujtohet me sanksionet e tjera, de facto falimentuan Europën. Tubin e goditën ata. Po, tubin se dim kush e ka goditur, po herët avon do gjetë se kush e ka godit, por problemi është që ekonomia gjermane ishte bazuar në furnizimin e industrisë vetë me Nga Rusia, pra. po me lëndë para me çmim tulët. Normal. Dhe në njëjtën kohë ekonomia gjermane, Shive deficit tregtar i Gjermanisë me Kinën. po ekonomia gjermane jo vetëm që u dobësua e tjerë, por procesi i deindustrializimit të ekonomisë Evropës, Po që në centralet bërthamore, të gjitha këto pra energji që kishin. procesi i deindustrializimit të Evropës u zhvendosi gjithë në Azi, kryesisht në Kinë dhe në Indi. Dhe sot, në kushtet e një krize të paparë ndonjëherë më përpara, ndër atlantike, politike dhe ekonomike mes SBA-s dhe BE-s, fuqia e parë ekonomike e BE-s, sepse duhet pranojmë që fuqia e parë ekonomike e BE-s është Gjermania, nuk ka fuqi tjetër ekonomike. Me gjithë krizën që ka. Me gjithë krizën që ka. Shikon mundësin, po ki parasysh që 2-3 muaj përpara ishte Macronin në Kinë, para se t'ishte Mersi tash. Shikon mundësin i hedh syt nga tregu kinez, jo vetëm për shkak të faktit që Kina është një treg i madh me banore të tjerë, por i hedh mundësit edhe për të thithur investimet dhe cash flow-n e madh që ka Kina. Në shmënyrë, si do arri? Ne ta shpjegoj. Kina ishte bartësi numër 1 i borxhit të jashtëm të Amerikës. Po që dorë nga borxhi i jashtëm i Amerikës dhe Amerika shkoi tek arabët. Arabia Saudite, Emiratet e gjitha. Tani, Gjermania që është një krizë të thellë ekonomike dhe arsye pse këta erdhën pushtet, ki parasysh që në Gjermani AFD-ja de facto sot është forcë e parë politike, pavarësisht se nuk qeverisë dot se s'ka koalicionin, po zgjedhjet e ardhshme dhe mundet, kupton? Dhe kjo kërcënon vetë ekzistencën e BE-s. Gjermania është mundësinë që të jenë tashmë kinezët me cash flow-n e tyre t'ia blejnë borxhin e jashtëm Gjermanisë dhe të ringrejnë ekonominë e Gjermanisë. Po Kina çdo marrin në këmbim? Kina kontrollin dhe influencën në Evropë. Në shkuptim. Po ekonomike kanë tash. Po ekonomike dhe politike, sepse kryefjala e politikës së Trumpit është prishja e BRICS-it. Kjo është arsye pse është bërë marrëveshja me Rusinë dhe u bë takimi i Alaskës. Dhe kjo është kryefjala. Në të njëjtën kohë, kinezët kanë parë kush është pika më e dobët e kësaj gjë, sepse lidhja me Rusinë, me objektivin për të kontrolluar Arktikun, edhe pra Polin e Veriut, dhe pjesën tjetër të botës, ka krijuar krizën më të madhe mes SBA-s dhe Evropës. Atëherë, duke qenë që është krijuar kjo krizë e madhe mes SBA-s dhe Evropës, dhe duke qenë që Evropa ka hyrë në një depresion ekonomik që ish guvernatori i Bankës Qendrore Draghi, që ishte edhe kryeministri i Italisë, e tha me fjalë shumë të qarta në samitin e Muniut 2 javë përpara. Rikujtohet çfarë tha? Që nëse vazhdojmë kështu, Evropa nuk do ekzistojë më. Atëherë, Gjermania po tenton një
le të themi, një martesë strategjike me Kinën, me ekonominë kineze. Dhe Gjermania, po jo në rang të Bashkimit Evropian. Pra se cili shtet tani është në bythën e vetë, duhet thënë apo jo kullo. Bashkimi Evropian çan i ka larë duart. Edhe i ka larë dhe si ka larë, tha. I ka larë duart sepse janë shifrat ekonomike. Bashkimi Evropian hyrë në një luftë para 4 vitesh, në cilën vuri një bazë shumë të madhe që sanksionet e Bashkimit Evropian do e falimentonin Rusinë. Ndodhi saktësisht e kundërt. Ç'është kjo harta kullo? Kjo është harta se si është ndarë sot bota dhe ku janë vendet e BRICS-it. Shiko, në 2000 ku ishin këto vendet me të kuqe që ishin aleanca... Mos janë investime të më duket, investime... Jo. Shiko, aleanca... Tregtia. Qane, shiko, si ishte. Aleanca e vendeve antiperëndimore, ku kishte tregtia e Kinës në gjithë botën dhe influenca, shive pak. Të po shoh. 2000 sa e vogël ishte kuqja, dhe shive në 2020-ën. Tani imagjinon në 2026. Pra, në më pak se në rreth 25 vjetë, Pa kjo harta është USA versus Kina, apo jo, nëse kuptojmë mirë. perëndimi versus lindje. USA më shumë. Ka humbur gjithë Amerikën Jugore, gjë që ne kemi analizuar. Ka humbur gjithë Afrikën, është India dhe Kina bashkë. Ka humbur gjithë pjesën veriore të... Në 2000 e kisha Amerikat, sot e ka Kina, apo jo? Por në 2000 e kishte perëndimi dhe sot e ka Shmunduri, për 20 vjetë. 20-25 vjetë. Ki parasysh në 2026 është akoma më keq. Kjo është dhe arsyeja pse Donald Trumpi e ka vënë prioritet hemisferën perëndimore sepse do të marrë ato që paktën një pjesë atyre që ka humbur. Fyton shive që ka Afrikën kulla. Në 2000 shikohet që ka Amerika se ç'bënte në Afrikë. Perëndimi, ishte Franca, ishte... Dakor. Po, unë ta kam thënë se ti që nga më shku shpesh në Afrikë, kështu është. Dhe në Afrikë problemi është se është një koalicion i jashtëzakonshëm. Indi, Kinë, Rusi. Se është India shumë e fortë në Afrikë, sidomos në Afrikën lindore. Ja si e ke situata. Dhe sot në 2020 nuk ishte lufta civile në Sudan që ke aty, dhe sot në... Po ajo gjë që më shqetëson në këta hartë, nëse ti shef që edhe bota arabe është rreshtuar me BRICS. Me Kinën, me BRICS. Me BRICS-in pra. Ndërkohë që Trumpi mburret thot, Arabia Saudite, të gjitha këto marrëveshje. Pra po, Arabia Saudite dhe këta, ky ishte suksesi Trumpit, ta u rreshtuan me Amerikën, duke blerë borxhin e jashtëm amerikan. Dhe kjo i dha frymëmarrje. Por ki parasysh që situata është Kjo hartë në fakt e thot shumë thjesht. Epokale, si asnjëherë më parë. Dhe në qofse llogarisim këtë situatë që shohim në hartë, kulla, okay, është 2020 atje, po çon si ka. Në 2026 kësaj harte duhet të shtojmë edhe se në 2020 ne kishim akoma 2020 është viti kur tërhiqet perëndimi nga Afganistani, sa aty ishte ajo pjesa në kufit Iranit, mes Iranit dhe Kinës që ishte perëndimore, ishte me ngjyrat e perëndimit. Edhe ajo është. Dhe në 2026 ne mund të kemi luftën botërore që fillon nga Irani pikërisht për këtë arsye. E imagjino që ekonomia kineze, që është ekonomia më emergjente sot e botës, bashkë me ekonominë indiane, rrezikojnë që të furnizohen me gazsjellës dhe naftsjellës drejt për drejt nga burimet energjetike të Iranit, që është sot për sot një fuqi e parë ose dytë me rezerva energjetike nëntoksore botë. Gjithsesi të mos gatrojmë kulla, se po më vjen tani shpjegimi, nuk është perëndimi, është vetëm Kina kundër Amerikës kjo hartë. Pra, po, kur them unë Kina Amerika, unë të them perëndim lindje, çan që ta Mirë, ti i bie shkurt, po gjithsesi kjo hartë flet shumë për atë. BRICS Amerikë, shiko, kur flet Donald Trumpi, se sot edhe Kanadaja, që ti e ke me blu aty, edhe Kanadaja me të kuqe është, me indinësh. Me kë? Me indinësh Kanadaja. Ekonomia e Kanada sot është drejt për drejt e lidhur me ekonominë indiane. Dhe me investimet kineze. Ato importe më të mëdha kanë me Amerikën, apo jo? Akoma çam, po ti di krizën që kanë ata. Rregull, po them deri në këto momente. Pra, për shembull aty Venezuelët, që ti e ke me të kuqet në 2020-ën, në 2026-ën Venezuela është kthyer me blu dhe ka filluar. Shife tani në Europë sa është fut Kina, po ta shohësh poshtë te 2020-a. Po, absolutisht. Spanja më duket është komplet. Edhe Spanja është ajo? Spanja, po, Portugalia është me të kuqe. Portugalia dhe gjithë pjesa e Europës. Është Franca, Italia akoma me blu dhe Britania e Madhe, ke diçka atje te Norvegjia te ato dhe gjithë pjesa tjetër po është me të kuqe. Çfarë të meri? Çfarë të meri? Do mund thuash se çfarë perle, kupton? Varet si është. Kjo është situata. Që do thot, ke akoma pak Jordaninë aty dhe Izraelin me blu, edhe pjesa tjetër. Që do thot kullar. Ky lloj rivaliteti
të çon patjetër në përplasje, një ditë do ketë përplasje midis USA-s dhe Kinës, apo kjo fotografi. Kjo do krijojë një rend të ri botror ku do ketë paqe. Po jemi në rendin e ri botror, nuk ka pas ndonjëherë rend të ri botror pa pas luftë. Ne jemi në kulmin e luftës së tretë botrore. Thjesht lufta e tretë botrore tani nuk po bëhet akoma me raketa bërthamore, siç e imagjinojmë, gjë që nuk përjashtohet. Por lufta e tretë botrore bëhet me 5 shtyllat e sigurisë. Shtylla e parë e sigurisë çan është ekonomia. Dhe pastaj me proxy bam bum gjithandaj. Jo, shtylla e dytë e sigurisë pas ekonomisë është demografia. Lëvizja e njerëzve, Afrika, gjithë. Shtylla e tretë e sigurisë është klima, që sot është lufta kryesore që ka Amerika me një pjesë tjetër të botës me Evropën dhe ndryshimet klimatike. Shtylla e katërt e sigurisë është shëndeti, mos harrojmë ç'i bëri Kina botës në 2020 me Covidin. Dhe shtylla e pestë janë luftrat. Tash na ka ngelur kjo, se luftën në linjën e mesme në Ukrainë patëm, tani na ka ngelur një luftë në Iran, mundësisht me armë bërthamore, për të pasur stuhim perfekte të asaj që ne quajmë luftë tretë botërore. Pas stuhim perfekte, qa perle, qa geostrategu i paparje. Në spanjisht, më thot Byrazeri, dëgjon ti kulla? Në spanjisht, jëja lexohet h, thot. Pra, Jaliske lexohet Jalisco, në spanjisht. Dakor. Po ne jemi në Shqipëri, kështu i s'do lexojmë Jalisco, Byrazeri do lexojmë Jalisco, ose Gjalisco, ose Gjalisco, si duam ne, akulla? Mund të lexohet edhe Jalisco, kupton? Patjetër pra, nga nuk din spanjisht. Guadalajara. Guadalajara. Xi Jinping, thot. Lexohet Xi Jinping. Xi Jinping, ose Xi Jinping. Ku Xia është shumë e butë, po thuaj se si S. Se Byrazeri vdes për këto. I në shumë këto detajet, e kësaj dhe mire ka. Fale Alketit, fale. Rosh. Dhe kjaj të digjon vetë se po e shef. O gulla, po më pëlqen kjo harta e shumë se s'do ta mbyllë emisionin, vlla. Po prisë më pëlqen shumë, nuk e di pse. Po të tërheq ngjyra kuqe. Jo, bluja më shumë, po ç'si ka nuk e di pse. Po unë jam fan si bluz, kjo kuqe jam bezis pak. Greqia si është me të kuqe me blu? Jo, Greqia me blu ishte akoma. Ja ta shohim mirë, hapi çiko. Me blu aty. E vogël aty në fund me blu. Po kush është Turqia ajo të kuqe atje? Ajo Turqia gjithë e kuqe. Është kin komplet atje. Kini ndi BRICS domethënë. Pyta. Kin, dhe kjo është hartë e Kinës, mos unë gataro. Izrael, po, kur themi BRICS, në kuptojmë Kina, kuptojmë. Izrael, Greqia janë akoma me... Po Shqipërinë se shofë, ku nga kanë fut me të kuqja me blu, po me blu jemi, kuptojmë, nuk është. Po ka përshqive se blu duhet jetë, pra? Nëse në shpirt ne jemi të kuqja. Jo? Po si është? Në zemër jemi të kuqja, dina ta, kuptojmë. Në Shqipëri? Me kuqe është. Po nga halli është tjetër gjë, po në kështu në zemër. Me një sekundë, është tregti kjo. Pra Kina është më shumë se Amerika këtu apo në Shqipëri? Po sigurisht Kina është më shumë se Amerika s'ekziston këtu. Prakulla, të bie teza që them nuk lejohet Shqipëria, pse ku e ka... Nuk lejohet për arsye tjera Shqipëria, çan. Po ç'është lejohet, më është me Kinën tashmë që po flasim. Të bie avioni po u bëre me Kinën hapur Shqipëri. Ore zotëri, është tani më që po flasim, është harë zyrtare kjo. Kjo është çështje opinionesh, nga kjo pikpamje është shumë i qartë Rama, mos e ke gabim këtë gjë. Ore për mua e ke ti gabim, ja këtu do jemi. Jo, në rregull me shifra e diun që ne tregtim kryesore me Kinën gjithatë. Në Kinë ble. Po them për tjetër gjë, çan. Si për tjetër gjë, po aq më do ai para do ky morët i sultani, nuk ka problem ky do gjithë shumë. Për tjetër gjë, çan, se ki parasysh. Jo, po çfarë do thuash? Të bie avioni çan, nëse jep burimet Kinës, nëse kthen gjithçka me Kinën. Megjithëse ai tha Kina na kanë zemër ne, po. Prandaj po them pra. E po jo, po është e rrezikshme. Unë them se bie avioni ku. A thua? Ka ndryshuar gjërat. A thua? Unë mendoj që jo. Se di mund... Me e fështë shiko trending këtu. Ku ti ka rënë avioni nga gjithë të vënde që kanë qënë në Amerikë, në tregtinë amerikane dhe kanë kalu? Ku ti ka rënë avioni? Ta qanë nuk janë si ne, këto se... Ne shqomi për... Jo, ma se janë disa vënde afrikane atje që shive që si shive së shkruet atje. Afrika është... Janë vënde serioze të në Afrikë, do? Ore, kulla, po kjo më dha, qa shof një këshu? Po të bëshit gjiro ke medreseja, në fakt? Do ikim. Ku mo? Duke vedja si në Kinë ke medreseja. Po pse te medreseja? Ate tre unez. Ledion, ne ta kam thënë, historikisht kemi marrëdhënie të jashtëzakonshme me Kinën dhe Kina është vend i bukur i madh. Po ki parasysh. Unë e di që shifrat nuk thonë gjë. Ne edhe Kina motor nuk kemi më gjysmë të botës. Po, dëgjoj, shifrat nuk thonë gjë, por unë them që shifrat, të paktën në kokat tona krijojnë një ide të qartë. Shqipëria aktualisht ka 1.27 miliard dolar tregti bilaterale me Kinën, aktualisht. 1.27 miliard. E di gjithë tregtarët në Kinë, ble. Prit, ndërsa me USA-n, me Amerikën, e disa ka, 232 milion. E di? Tani, sa fish më shumë e ka me Kinën? Tani të bëj një pyetje unë ty. Ka rënë njëri nga avioni? Se nuk e kemi kalu kufirin, se nuk është çështje tregtie me Amerikën. Është çështje vokacioni, çan.
Ore, ne në zemër Amerikanët kemi vlla, po të me Kinën. Shiko qanë që kam vendosur. Di që është kjo? Jo. është E NATO. e NATO. Po. Kemi vëndantari NATO-s qanë. Po shumë mirë, më. Edhe në NATO, kur hynë... Po edhe Gjermania është vëndantari NATO-s. Nuk fole fare për Mersin. Ore, Mersi çdo japi. Mirë që i kërkon atyre të blejnë borxhin, i thua ti. Çdo japi. Ç'a do japi? Mersi do japi ekonomisë kineze, tregtisë kineze do të japi gjysmën e Evropës. Gjermania është vendi zemra e Evropës. Mersi i thotë, ti më ndihmo të dalu nga kriza, unë do të jap zemrën e Evropës. Si, çfarë konkretisht? Gjithçka. Çfarë prodhon Gjermania? Makina tjetër? Ka ende shumë gjëra. Do të japi tregun do bëjmë prodhimin bashkë të makinave elektrike, do të japi gjithçka. Gjithçka që ka sot ekonomia gjermane. Sot kur flasim për ekonominë e Evropë, flasim për Gjermani. Kemi divorcin më të madh historik, që është divorci atlantik, dhe kemi krijimin e botës së re. Tani, do e bëj dot këtë Mersi, dhe ki parasysh që në qendër Berlinit, më falë, 3,62 miliardë jemi Italinë, partnerë nëmër 1 është Italia ndërkohë. Po normal se... 3,62 miliardë, ndërsa me Kinën 1,27 miliardë. Ore, shqyqyr që e kemi Italinë, kupton se? Të çoni një vend me ngjyrë të kuqe? Mos kishim pas Italinë. Ikim furnizojnë pak letjo, para se pyetjen e fundit kullës, para se ta mbyllim. Ikim pak të SP-ja, se lam va. Unë thosha, qa kam që jam ka që letë, mbaroj karburanti. Prandaj me makinë elektrike, Jo, s'ka makinë elektrike, kush ta? Po kur mbaron karburanti, jam me makinë elektrike. Po, normal, po. Po, këtu, se nuk ka se karburanti, vlari, jo elektrike të bëjmë, po qatë duash. Makina me karburant, vetëm zhurë ma shperë, vlari, kupton. Kështu që nuk... PS po ili ju kanë thënë 100 herë, mos fusni çdo lloj zorre që u dërë para në rrugë dhe shkatroni makinën. Qëse doni naftë dhe benzinë të sigurt, dhe të qartë dhe të pastër, shkoni te SPO ili, te Saidi, miku im Saidi që falenderoj për të bashkëpunim afatgjatë që kemi bashkë. SPO ili ka këtë logon e bukur, shkuan SPO ili me një fushë të kuqe mbrapa, është një perle pa parë. Nisuni, ja kjo është. Nisuni me kast, do thoni, do shkojmë te SPO-ja të furnizohemi. Konsideroni se po shkoni të pini një kafe, dakord? Mos fusni çdo lloj zorre. Është the fuel of champions, është karburanti kampionëve. Bravo Said. SPO ile pa parë. Po kulla, para sa mbyllim. Para sa mbyllim kulla, më vjen mesazhe thot Mersi i shiti sot Xis sa për info, jo, lere ledio atë titullin, mos e i të lutem fabulën në ekran, ka shenë. Mersi i shiti sot Xis kulla 15 miliard dollar avion Airbus. Airbus e të mund frëngjisht, po Airbus, dakord? Po që është prodhim franko-gjerman. Po, 120 avion në total, thot. Xi Jinpingi, ta themi si ka qenë Byrazeri, ose Xia, sigurojnë nga Gjermania forcimin e partneritetit strategjik të plot dialog për tregtin pavarësisht deficitit, konfirmimin e politikës një Kinë dhe në nënshkrimin e memorandumeve për bashkëpunim me Kinën në klim prit ta mbaroj dhe siguri ushqimore pa koncesione financiare të mëdha. Tani, po, të gjitha këto janë nga burime zyrtare, janë burime të hapura, dakord? Po, tamam. Këto i sa po lexova unë, kështu që deri këto momente, ky është lajmi zyrtar. Gjermania i ka shitur sot Kinës 15 miliard dollar avion Airbus ose Airbus, 120 avion në total. Ndërkohë, Kina i kërkon Gjermanisë forcime e partneritetit strategjik të plot, kjo do një shpjegim të vogël, do të thënë partneritet strategjik i plot, dialog për tregtin pavarësisht deficitit, konfirmimin e politikës një Kinë, e kanë merak shumë ata, Tajvani, normal. Tajvani, dhe nënshkrimin e memorandume për bashkëpunimin në klim dhe siguri ushqimore, pa koncesione financiare të mëdha. Ç'do të thonë kjo pa koncesione financiare të mëdha? Është një divorc total mes Amerikës dhe Gjermanisë. Sepse meraku i vetëm që ka Trumpi është gjithçka të shkojë kundër Kinës. Gjermania po shkon gjithçka kundër Amerikës dhe po lidhet me... Dhe Trumpi tani nuk ka asnjë marsh de manevrë, i thon francezët, nuk ka asnjë lloj mundësie për ta bllokuar këtë gjë. Jo, këtë se bllokon, po Trumpi ka të gjithë marzhin që... Tarifa Tiranë se ja rrezon gjykata? Ta çaj BE-n përfundimisht. Si ta çaj? Si do të çaj valla? Vendet pro Trump do bllokojnë gjithçka në BE. Janë disa vende në BE të cilat janë pro Trump.
Do ketë një luftë pa parë në zgjedhjet e ardhshme në Hungari, në Slovaki, në Itali, se tash po krijohet një koalicion tjetër, domethënë ka marrë se Italia, që është një vend pro Trump, ka marrë një rol tjetër. Do shohim, është shumë interesante gjithë kjo lojë. Më falë, nuk shiti gjë Kina, thot. Pa kryesenar financiare të mëdha, më thonë që nuk shiti gjë Kina. Asgjë Kina, thot. Vetëm bleu. Ky është kuptimi. S'ka rëndësi. Deindustrializimi i Evropës në drejtim të Kinës ka ndodhur në vitet 2000 dhe prandaj Kina dhe India sot janë fuqitë kryesore. Trumpi zbytet apo jo kulla? Jo. Me sa po shohim, Këtu e vetme që dëmtohet është Evropa. Gjermania në mënyrë unilaterale lidhet se me Kinën. dëmtohet pra, ti sapo më thej që po ikën, po bën aleancë me Kinën në Europë. Jo Evropa, Gjermania. Po edhe Franca ishte, ti vetë e them, Macroni ishte para pak kohësh. Po Macroni do shkojë në Rusi tash, po Gjermania po të them. Dhe Franca, jo BE, se vendet e tjera të BE-s ka vende që janë akoma në influencën amerikane. Kështu që po ndodh divorci përfundimtar mes. A ti thua disa do përfitojnë, disa jo. Po sigurisht. Edhe kjo ti thua do në një familje do ta kthejmë, pra do kthehemi. Kam përshtypjen që ajo që tha Draghi në Myni do të ndodhi, domethënë, në shumë shpejt do të kemi, domethënë, shpërbërjen e brendshme të BE-s. Në të njëjtën kohë, andaj më tan Trumpi lindi një blok të re vendeshme me 40 vende që quheti ai Këshilli i ri i paqes ose bordi i paqes. Po ndodhin ndryshime tektonike në gjeopolitikën botërore të pakëthyeshme. Dhe reflektohen duke rënë rrugët në Shqipëri. Tektonike, bien rrugët në Shqipëri kulla. Kishte edhe një tërmet dje në darkë. Po ishte këthe nga Lushnja, po shiqur nuk ka. Lushnja, jo, ishte Korç, Elbasan. Jo, ishte këthe nga Lushnja. Jo, perimetri ishte nga Korça në Elbasan valla. Jo, apo nga Lushnja, po në perimet në Korç Elbasan është prish rruga. Çfarë perle më burr. O kulla do mbijetojmë dot ne të shkretët që jemi kaq të vegjël në këtë cep të globit, do mbijetojmë nga gjithë këto fortuna të mëdha që po ndodhin. Do na prekë gjë ne apo ne thjesht në gjitha rastet jemi mirë. Jemi të mbrojtur. Si e parashikonte Shqipërinë e viteve 2040-2050? Mund të bësh një parashikim? E ka thënë Konica çan. Që Shqipëria do mbijetojë qoftë edhe për inat shqiptarëve, kupton? Qoftë për inat shqiptarëve. Dakor. Faj Konica ka qenë burrim që nuk ka qenë kështu. Këte nga kyra nuk ka rashkitja dheu shumë. Maksimumi dursi mund të përmbytet apo jo. E kam seriozisht. Kulla, na vjen pyetje nga publiku vëlla. Patjetër. Sa është shansi që po na sabotojnë serbët thotë? Shërbimi ushtarak serb VOA që po bien rrugët. Po s'ka nevojë. S'ka nevojë. Është shumë kollaj apo. Ato janë shërbime që bëhen falas brenda. Ka gjasa të Tolstoj, te QR kodit, thot ka gjasa që kaosin e Meksik të shfrytëzohet si pretekst për një ndërhyrje ushtarake nga vetë SBA. Demi Komi, thot Çani më brëma pyetje për zotin Kulla. Jo më falë sekond, sepse këte lexova. Tulipani Zi, thot... Kore këta gjithë me kode janë, si sigur t'jenë të gjenë shërbime shumë. Çudi pra e, çudi. Ca kanë emrat e tyre, ca vën kode, valla. Vino, thot Arian Çani, të sugjeroj të shohësh Netflix, thot, una novela kriminal, 8 dhjetor 2005, Mexico City me një shtetëse franceze, Florence Cassez, thot. Bo, dakord, ta shoh. Una novela kriminal, më ka dërguar spanjisht. Dakord? Një novel kriminale. Një montazh që është bërë në rast rëmbimi, thot. Dakord, vazhdon Vini, po Andi thot Çani do përmendur që 80% armatimit të tyre ishin nga Ukraina, dronë dhe deri të mbetjet. Këto janë pyetjet të asaj, pjesës parë që kishin kulla, fabulës parë. Prit mundohem të gjejmë një gjë nga kjo fabulë e dytë nga Messi në Kin. Çani fix historia e serialit Breaking Bad në Netflix, po, Pearl ai serial, Pearl. Andi di për Shqipëria ka vetëm një rrugë saktë, ajo që kanë ndërtuar norvegjezët tek Donsali Banjës. Pse më kanë ndërtuar në norvegjezët rrugë këtu? Atje ku bëj hidrocentralin Gramsh atje. Po ç'ne që janë norvegjezët? Po sepse bën hidrocentralin dhe bën rrugën atje. Në fakt rrugët më të mira. Si hidrocentral ka bën norvegjezët? Hidrocentrali i Banjës në Gramsh. Kur është bërë kënë, çfarë viti? Po është bërë këto vite, ka një 15 vjetë, 20 vjetë. Në kohën e doktorit? Jo, fillojnë kohën e nanës, u bën kohën... Edhe janë norvegjezët atje akoma? Po, ata kanë hidrocentralin dhe bën rrugën atje, po. Rrugë e mire, besoj, se thotë kjo që nuk ka rënë, thotë. Rrugë e mire, është, po. Nëse rrugët më të mira në këtë vend i kanë ndërtuar italianët. Norway, si thotë Trumpi. I kanë ndërtuar italianët në kohën e luftës botërore, se ka gjë për shembull, qaf kraba, qaf thana, ekzistojnë, nuk kanë ndodhur gjë, ato i kanë ndërtuar italianët.
Po këtë Trumpi e pe që ngatroj prapë Suedin me Norvegjin. Te bordi i paqes. Ti kujton se i ngatroj, apo i ngatroj me... Te e për me qëllim, thua, ma se i ngatron, po. Po jo. Norvegjia tha smjep që atë çmimin Nobel, tha, o, tha 2-3 herë. Përshëndetje Çani, mi se çfarë ka i shkretim, si mund të mbash mend vende kaq të vogla, o, duke qenë presidenti i Amerikës. Dhe kur e mendon Norvegji Suedi, nuk se kanë dyshim të madh. Përshëndetje nga Amerika Çani, një koment për zotin Kulla, rëndësia e fantanilit për komunitetin latinoamerikan në zgjidhjen e Trumpit. Nëse këto janë komente që, sepse do të gjej këto në të fundit tani para sa mbyllim, do të merret si në kin, domethënë. Lajmin e morën vesh, se na erdhi tani pak më vonë, po na e morën vesh, që pas ka shitur, pas ka bler Kina 120 avion Airbus. Airbus Airbus edhe në përgjithshëm kullan, vjen keq tani, s'di ta them anglisht. Ka shanse me grantë të kthehemi që a ka shpresë për ne emigrantë thotë të kthehemi në Shqipëri, thotë të jetojmë thotë kulla, thotë Ralf. Më ktheuni çështja e cilës rrugë do i bini. Vetëm po të jeni të çmendur. Mos u bëni budallënj më burr. Nëse keni kap në një gjë atje, në një punë, në një gjë, mos bëni budallënj. Nëse jeni pa punë dhe jeni keq, edhe s'mbyllni dot, bas nuk hani dot, atëre po hajdeni këtu se këtu kapër të ngrënë valla. Po jo nëse keni një punë, nëse keni një punë rini atje valla, shtyheni edhe pak. Mos hajdeni kot tu valla, se do bëni pishman. Këtu vihet kur s'ke asgjë valla, ose kur ke dorë. Po të kesh një dorë, të bubrosh, po hajde këtu. Ky vend është për këtë punë. Po do të punosh valla, dhe s'ke dorë, dhe ke punë atje. Hajde në Kosovë, kanë thënë, more, ke afër fare Kosovën, mos ik fare ande larg, më burr. Është vend normal Kosova. Ke parë që dhe kur ka kriza qeveritare, që nuk ashtu qeverit prapë vazhdon, ekonomia vazhdon, administrata vazhdon. Vend normal, vëlla. A ka shpresë për Fabiani thotë Papaxhiu është pak për Ramsin, ai është në nivelin e David Copperfieldit. Patjetër, diskutohet. Çani pyetë pa Kullën, apo kthehet Kina në rrezik serioz për Europën në industrinë automobilistike? Po pushtojnë kudo makinat kineze, thotë. Ka mbaruar Evropa më punën? Ka mërdhitur, thotë. Po, sigurisht. Hortense me Çani, thotë Çani, kur do vi dita që Kulla të flasë si Trumpi, direkt dhe pa kode, thotë. Perl. Trumpi është Trumpi, unë jam unë. E pra. Mbrëma Çani, nga New Delhi, thotë. Unë nga New Delhi, po na dërgoj mesazh, ndriçimi. Nga New Delhi, s'ne kisha mesazh nga New Delhi. Shumë mirë. New Delhi i bie jetë i Indis apo jo? Ku qyteti i Indis? Pyete Kullën, si e komenton shprehjen e Jared Kushner, dhëndri Trumpit, thotë, se me Ramën janë njohur në jahti luksos të familjes Rothschild. Po mirë, shumë mirë kam. Bravo Çim që na dje nga New Delhi. Jam kurioz sa di sa është ora tani në New Delhi. Sa më jetë ora atje Kullën? Duhet të jetë kështu ora 3 ose 4 mëngjes. New Delhi po na shikon Lediot e kjo faqja që ti tregon her pas here në YouTube, zonë e lirë. Por gjithë shqiptarët që janë jashtë tani, ose ata që janë makinë, për shkakun që dëgjojnë emisionin, që mos bëjnë aksident, bam, e hapin te YouTube-i, shkojnë zonë e lirë official, ja do tregon Lediot. Tani do dëgjoni emisionin si podcast. Ky emision ndryshe nga të tjerët mund të dëgjohet si podcast, edhe pse është në ekran. Se kam dhe një djalë xhaxhaj që jeton në Japoni, kam një djalë xhaxhaj që jeton në Japoni, është profesor universiteti, është edhe ai na shef her pas here. Në Japoni, pa ai shef se djalë xhaxhaj ton do burr. Edhe na shef se ai është profesor universiteti IT edhe është i martuar ka dy fëmijë, ka kështu japonezë shqiptare edhe ai na shef. Shoku Taras thot Kulla, shoku Taras në Totus, thot Çani pyete Kullën, po na sulmoi Greku nga Korça, si do t'i shpijem tanket, ti bijem Grekut. I lezeshëm Tarasi. Ore vërtet, s'kemi tanke, fana në Korçë, po s'u të pushtojnë ata Kulla. Ani. I bien këte nga kosturi. I gjyna mërti shna gjeti Belaja e vëndë qa thonë dishki aty i blokoj unë aty të Gryka e Zëmblakut, e ke parasysh? E Zëmblakut? Po, se fshati im aty të Gryka. Ani nga Tirana thot, pyetja, ka mundësi Kina të na rëndoj deri në falimentim si që bëri me malën e zi për një rrugë atje, thot, e kanë gjobën e rënd kinezët. Për që se aprish kontratën mes patjetër të rëndon Kina. O, këta kinezët ju se, këta i mini këshu, po kujdes se janë të rezishëm kinezët. Kina vitet 70 vetëm mirë ka bërë Shqipërisë, me thënë drejt. Kujdes me kinezët, vëlla.